Shumë të nderuar që me ftesën e Social-Demokratëve Gjerman morën pjesë si përfaqësues të Partisë Socialiste në këtë kongres zgjedhor të Partisë Social-Demokratëve Gjermane, një nga partitë e forta të smajzës europiane, e cila zgjodhi sot kryetarin e saj të ri dhe pashtu përcaktoi raportet e saj me qeverisjen në Gjermani. Patëm të gjithë kënaqësinë që në takimin me kryetarin e sapo zgjedhur të kësaj partie, të merrnin mbështetjen për gjitha çfarë Partia Socialiste bën në Shqipëri e po ashtu besimin e plot në mbështetjen e Social-Demokratëve Gjerman në rrugën tonë për integrimin në Bashkimin Evropian. Padyshim patëm takime edhe me përfaqësues të lartë të socialistëve evropian, të cilët po ashtu janë mbështetës të rrugës sonë europiane. Partia Socialiste e Shqipërisë vazhdon të përfaqësohet me të gjithë kapacitetin e saj dhe natyrisht me shembullin e saj në reformat e bëra në Shqipëri, në qeverisjen e vendit, natyrisht në procesin tonë të integrimit në familjen e madhe të socialistëve evropianë.